Krasniqi u duk më i fort nëse e krahasoj me fjalën e tij hyrëse në këtë gjykatë speciale. Koncepti po thuaj si tërë fjalimet e tij është tek shpjegimi i qartë se çka është drejtësia dhe në farë forme Jakub Krasniqi arriti ta argumentoj mjaft mirë këtë në gjithë fjalimin që e mbajti para trupit gjykues, por me veçanta e deklarimeve të Krasniqit ishin këto 16 vite burg që i njëjti po mban për shkak se ka luftuar për lirinë e Kosovës. Gjatë kohës sa Jakub Krasniqi ishte duke lexuar deklaratën e tij në pjesën e galerisë ku qëndruam edhe ne, ka qenë prezent i birit i Altin Krasniqi, i cili u emocionoi jashtëzakonisht shumë sidomos në këtë pjesën e përmendjes 16 viteve burg, sepse tek e fundit, siç e shpjegoi edhe vetë zoti Krasniqi, i njëjti ka pasur vetëm një qëllim, ta çlirojë Kosovën, dhe këto 16 vite burg janë padrejtësia më e madhe që është bërë në gjithë jetën e tij. Pra Krasniqi fokusin kryesor, e thash edhe një herë, pati tek shpjegimi i konceptit të drejtësisë dhe ajo shpreh bindun që në fund drejtësia do të fitojë. Element tjetër i rëndësishëm që duhet përmendet, besoj, është parë dhe nga pamjet, ishte që Krasniqi pra kishte një kravat me logo të Shqiponjës, pra të flamurit Kuqezi, si simbolik në cilën është paraqitur sot në këtë ditë të fundit të gjykatës speciale dhe në fjalën përmbyllëse të tij para vendimit të madh që pritet të mirët. Teksa Roma, tani do të kalojmë tek fjala përmbyllëse e shefit të grupit parlamentar